Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me magazinën informative 21 Live News për të ndjekur zhvillimet e ditës. Në Kosovë nuk do të ketë zgjedhje deri në vitin 2018, deklaroi sot kryeministri Isa Mustafa. Sipas koalicionit qeverisës, përpjekjet e opozitës përmes veprimeve të dhunshme për rrëzimin e qeverisë dhe për zgjedhje të parakohshme janë të kota dhe të pajustifikueshme. Ndërsa analistë politik organizimin e zgjedhjeve të reja e shohin si një mundësi reale për të dalë nga kriza politike në vend. Pushtet e opozit nuk ndryshojnë qëndrim. Pas protestës të së shtunës e cila eskaloi në dhunë, partitë opozitare po këngullin e organizimin e zgjedhjeve të reja gjatë këtij viti, por kësaj kërkeset e opozitës ju kundërpërgjigj shkurt kryeministri Isa Mustafa. Qeveria do të vazhdojë, do të punojë deri në vitin 2018. Edhe këshilltari i kryeministrit Mustafa, Bajram Gecaj, thekson se nuk do të lejohet që Kosova të futet në cikël të zgjedhjeve çdo vit. Për shembull, që nuk ndodh, po përzon që ne do të ishim humbësit edhe do të mbeteshim në opozit, ne mund të përdorim tash taktikat e tyre që të fusin shtetin në ciklin zgjedhor. Pra nuk mund ta bëjmë këtë, nuk mund të krijojmë precedente të tilla. Gecaj vlerëson se në mungesë të argumenteve opozita po bën veprime të dhunshme për të ardhur në pushtet. Problemi është në opozitën. Opozita e cila vërtet dëshiron të keqpërdor çka do dhe si do që të vijë në pushtet në mënyrë të dhunshme. Sepse nëse dikush gjun koktej molotov në trupin e një polici, unë atak nuk e quaj tjetër për pas akt terrorist. A jeni të gatshëm me dhënë dorëheqje, ashtu që po kërkon? Jo, absolutisht jo. Pse do të japim ne dorëheqje? Me jap dorëheqje për shkak se opozita e kërkon këtë? Politologu Donik Sallova ndërkaq vlerëson se dhuna e opozitës është e paarsyeshme. Sipas tij, duke parë dhe qëndrimin e qeverisë së Kosovës, zgjidhja më e mirë është shkuarja në zgjedhje të reja. Sepse të gjitha palët kanë nevojë të ballafaqohen me votin e qytetarit, se ne kemi pasur mbështetje të qytetarëve për kauzën e opozitës, por nuk kemi pasur mbështetje të tyre për dhunën që ajo ka manifestuar qoftë në kuvend, qoftë në protesta e tjera. Ndoshta është koha që palët ta marrin, po themi, një rigjykim nga elektorati për gjithë ato çfarë kanë bërë në këtë vit qeverisës. 3 partitë opozitare kanë paralajmëruar protestat e vazhdueshme, siç thonë, deri në rrëzimin e qeverisë. Gjatë ditës kreu i ekzekutivit Isa Mustafa ka mbledhur përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse për finalizimin e përmbushjes së rekomandimeve për liberalizimin e vizave, ku edhe është bërë zotimi se deri më 15 janar do të përgatitet raporti final lidhur me përmbushjen e rekomandimeve të fundit të Komisionit Evropian, i cili do t'i dorëzohet Bashkimit Evropian. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku ka thënë me këtë rast se të gjitha rekomandimet janë përmbushur dhe sipas tij procesi do të përmbyllet shumë shpejt. Ndërkaq kryeministri Isa Mustafa ka rikonfirmuar angazhimin e plotë të qeverisë për të punuar maksimalisht në realizimin sa më të shpejtë të aspiratave euro-integruese. Qeveria e Kosovës njofton se sot është shuar e ashtu quajtura mbrojtje civile në pajtim me marrëveshjen e Brukselit të arritur më 26 mars 2015. Sipas këtij njoftimi, sot janë integruar 378 ish-pjesëtar të mbrojtjes civile në institucionet qendrore të Kosovës, duke kompletuar numrin prej 483 personave të integruar, duke qenë se më herët ishin integruar 105 persona. Me këtë rast, Ministrja e Dialogut Edita Tahiri ka deklaruar se shuarja e të ashtu quajturës mbrojtje civile, e cila ka ndodhur sot, shënon një hap shumë të rëndësishëm në shtrirjen e sovranitetit shtetëror në pjesën veriore të vendit, e cila u mundsua duke ju falenderuar dialogut të Brukselit dhe marrëveshjes për shuarjen e mbrojtjes civile. Është anuluar seanca dëgjimore për 27 aktivistë të lëvizjes Vetëvendosje të akuzuar për dëmtimin e veturave të EULEX-it në vitin 2009, pasi policia arriti që në gjykatë të sjellë vetëm 9 prej tyre, pavarësisht prej urdhrit të gjykatës themelore. Asnjë nga të akuzuarit nuk erdhi vullnetarisht në gjykatë. Gjykata dështoi edhe një herë tjetër që të mbajë seancë kundër aktivistëve të Vetëvendosjes në rastin e rrotullimit të veturave të EULEX-it në vitin 2009. Policia nuk arriti t'i arrestoj shumicën prej tyre pavarësisht urdhrit të gjykatës. Në seancë ishte vetëm deputeti i kësaj lëvizje Glau Konjuca, i cili është në arrest shtëpiak. Policia po ashtu arrestoi edhe Hasimukën, Fatmir Kurtajn dhe Flamur Arifajn, kurse Pajtim Demaj është arrestuar në protestën e së shtunës e Rongjinovci, ish aktivist ka ardhur vullnetarisht sikurse edhe herave të kaluara. Ende nuk janë krijuar kushtet ligjore për mbajtjen e kësaj seance dhe nuk mund të vazhdojmë kështu.
Për seancën e radhës do t'ju informojmë me ftesa, ka thënë gjyqtari Vesel Ismaili. Pas seancës, deputeti konjuf sa që aktualisht është në arrest shtëpiak, tha se në gjykat u soll pa vullnetin e tij sepse ata si lëvizje kanë qëndrim që të mos paraqiten në gjykime të tilla, që ai quajti politike. Riaktualizimi i këtij rasti nga viti 2009 tregon edhe një herë për përndjekjen kolektive që po i bëhet vetëvendosjes dhe opozitës, ka thënë konjufsa. Në bazë të urdhrit të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë, policia e Kosovës është vënë sot në ndjekje të disa anëtarëve të lëvizjes vetëvendosje, përfshirë edhe Xhelal Sfeqlën, drejtori i inspeksionit në komunën e Prishtinës. Ai është kërkuar në shtëpinë e tij e po ashtu pas orës 8 edhe në zyrën e tij të punës në komunën e Prishtinës, por policia nuk ka mundur ta gjejë. Në gjykatën themelore në Prishtinë, sot gjatë procesit kundër ish rektorit dhe ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasanit dhe 2 të tjerëve, Hakip Veliu, ish shef i zyrës së prokurimit në UP dhe Albert Rakipi, drejtori i Institutit për Studime Ndërkombëtare nga Tirana, është hedhur poshtë refuzimi i aktakuzës nga të dyshuarit. Hasani dhe të tjerët akuzohen për falsifikim të kontratës për përkthimin e librave në gjuhën shqipe. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje sot e kanë goditur me vezë Murat Mehën, kryetari i Komisionit Qeveritar për caktimin e vijës kufitare të Kosovës me malin e zi. Siç thuhet në një postim të vetëvendosjes në Facebook, ai si kryetari i komisionit ka bërë lëshime të mëdha me çrast mbi 8.000 hektar tokë të Kosovës ja ka dhënë malit të zi. Aktivistët e vetëvendosjes janë zotuar se aksionet dhe protestat nuk do të ndalen deri në tërheqjen e marrëveshjeve të dëmshme dhe deri në largimin e qeverisë dhe se deri atëherë përgjegjësit për këto dëme, siç thuhet, nuk do t'i lënë të qetë. Dy vjet pas mbledhjes së përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, zyrtar qeveritar dhe njohës të ekonomisë vlerësojnë se ka hapësirë për intensifikim të shkëmbimit tregtar ndërmjet dy vendeve. Është vlerësimi i përbashkët i zyrtarëve të të dyja vendeve se ka pasur rritje të importit dhe eksportit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Pikrisht më 11 janar, para 2 vjetësh, u mbajt mbledhja e parë përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Kjo mbledhje u cilësua si historike nga të dy kryeministrat, si diçka që po ndodhte për herë të parë, në të cilën u nënshkrua deklarata për bashkëpunim dhe partneritet strategjik ndërmjet të dyja vendeve, duke përfshirë fushën e transportit, infrastrukturën dhe bashkëpunimin tregtar. Edhe në mbledhjen e dytë të mbajtur më 23 mars 2015 në Tiranë, ndërmjet të dyja qeverive të udhëhequra nga dy kryeministrat, përkatësisht Edi Rama dhe Isa Mustafa, u nënshkruan disa marrëveshje. Në rrafshin tregtar ndonë se në këtë kontekst janë relaksuar marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri. Ministra e Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami thotë se bashkëpunimi tregtar mes të dyja vendeve nuk është i kënaqshëm. Bashkëpunimi tregtar me Shqipërinë lë shumë për dëshiruar nga të dyja palët, për arsye se ne do të dëshironim që shkembimet tona tregtare të ishin shumë më intensive se sa paraqesin statistikat dhe sa është gjendja faktike. Ne dëshirojmë që shumë produkte që neve na vinë nga vende tjera të zaventohen me ato të Shqipërisë dhe na sjell as tek një prezencë shumë të madhe të produkteve tona në tregun shqiptar. Tani ju e dini që ne jemi një vend importues, fatkeqësisht bilanci tregtar është negativ. Në kontekst të importit dhe eksportit të mallrave, 2 vjet pas mbledhjes së përbashkët të dy qeverive dhe nënshkrimit të marrëveshjeve, nuk sheh ndonjë ndryshim as njohësi i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi. Nuk vret ndonjë ndryshim esencial te raportet tregtare Kosovë-Shqipëri. Ndonë se ka pas përpjekje që besoj që dhe qëllimi ka qenë i mirë të dy qeverive, megjithatë ato nuk ka mund të lirohen nga interesat grupore apo nga interesat klanore të bizneseve. Them, ka pas probleme, ka pas aksidente në kufi qoftë nga ona e Shqipërisë apo nga ona e Kosovës, të cilat më shumë kanë reflektu me çështje procedurale, me çështje administrative, sa që kanë qenë esencialisht pengesa ligjore. Por ka dhe progres sepse është çështje ditësh që njëra nga barrierat përbarnat, por edhe të tjera që kanë të bëjnë me shtetin am të eliminohen, thot ministrja Bajrami. Për herë të parë, kompanitë kosovare pritet që të eksportojnë shumë shpejt produkte farmaceutike në tregun shqiptar.
e cila ka qenë një barierë disa vjeçare. Në fakt, me bisedat që kemi pasur, me nivelet më të larta që i përmenda, kemi arritur që autoritetet shqiptare të ndryshojnë ligjin për barnat dhe kompanitë tona të mund të eksportojnë produkte atje. Gjithashtu kemi hequr kuotat për disa produkte, siç ka qenë për shembull të produktet sezonale të kërrushi. Duke vlerësuar shkëmbimin tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë gjatë vitit që lëm pas, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, nuk është i kënaqur pasi ekzistojnë ende barriera për të cilat beson që do të zvoglohen në të ardhmen. Ka pasur një aktivitet ekonomik të ndërsjell të rritur dhe kjo në vletë monetare ka shkuar aty rreth 200 milion euro, që do të thotë është rreth 20 milion euro më tepër se vitin e kaluar. Ende ekzistojnë disa barriera që dita ditës po zvoglohen, po prapse mundësit janë shumë më të mëdha. Në mbledhjen e dytë mes Kosovës dhe Shqipërisë përveç fushës së tregtisë u nënshkruan edhe një sër marrëveshjesh në fushën e sigurisë. Çmimi i energjisë elektrike mund të rritet për 50% me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, konsideron konsorciumi kosovar i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm. Veç kësaj, bazuar në një studim të Institutit Amerikan për Analiza Ekonomike dhe Financiare, del se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re do të kushtojë mbi 4 miliard euro e jo 1 miliard euro, siç ka deklaruar qeveria. Dallimi në çmimin e ndërtimit të këtij kapaciteti të ri 500 megawatësh ishte momenti kryesor i raportit të këtij Instituti për Analizat Ekonomike dhe Financiare të Energjisë nga Shtetet e Bashkuara. Njëri nga hartuesit e këtij raporti, Thomas Sanzillo, në një lidhje të drejtpërdrejtë me mediat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se kostoja e energjisë për anëvisëritë deri në vitin 2011 do të shtohet deri në 50%. Gjetjet e këtij studimi janë që Kosova e Re, nëse ndërtohet, do të shtojë çmimin e energjisë për familjet kosovare deri në 50%. Ky termocentral do të katërfishojë çmimin e energjisë elektrike. Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka parashikuar që ky termocentral do të kushtojë rreth 1 miliard, por analizat e këtij studimi të tregojnë se kostoja e këtij ndërtimi do të shkojë deri në 4.16 miliard euro në vitin 2021. Sanzillo nga ana tjetër kritikoi edhe mungesën e transparencës së qeverisë dhe të Bankës Botërore për informacionet lidhur me këtë projekt, ndërkaq ato që janë siguruar nga qeveria dhe Banka Botërore u vlerësuan si të cilësisë së dobët. Qeveria është kritikuar edhe për mungesë të profesionalizmit për realizimin e këtij projekti, ndërkaq Visar Azemi nga Kosidi kështu e zbërtheu këtë kosto të Kosovës së Re që u përmend në këtë analizë. Kostoja reale e këtij termocentrali me këtë kapacitet do të ishte 1.35 miliard euro dhe jo siç është dhënë me 1 miliard euro. Mirë po në tabel po e shihni se ka edhe kosto tjera të cilat janë shtuar. Nga këto 1.35 miliard euro të përmendura, nëse 70% do të jenë kredi, atëherë i bie që kredia do të ishte diku 945 milion euro që do të ishin marrë si kredi për ndërtim të këtij termocentrali dhe 7.5 norme interesit të asaj kredie, shihni se është diku 88 milion euro, pra që do të shtohet këtij termocentrali. Pastaj kemi edhe pjesën tjetër të kthimit të ekuitetit të kompanisë, e cila ka kërkuar 21.5% kthim të investimeve dhe është pjesa tjetër e subvencioneve të kredive, ku në total është dhënë një shifër prej 4.169 miliard euro. Ndërkaq rekomandimet që dalin si nga ky raport, por edhe analizat e mëhershme sugjerojnë orientim në burimet alternative të energjisë elektrike, ku mund të sigurohen 750 megawatt rrym në tërë territorin e Kosovës. Ne kemi thënë që investimet në burimet të ripërtretshme dhe në eficiencë të energjisë do të ishin më kosto më të lirë, do të kenë impakt pozitiv. Nga ky vlerësim i Institutit për Analizat Ekonomike dhe Financiare të Energjisë për koston e ndërtimit të Kosovës së Re, del se familjet me të ardhura të mesme do të paguajnë 12.9% të ardhurave vjetore për energji elektrike. Ato me të ardhura më të ulta deri mesatare 18%, ndërkaq ato me të ardhura më të ulta 39.7% të ardhurave vjetore për shpenzimet e energjisë elektrike.
Në 17 dhjetorin e vrasjes së veprimtarit të LDK-s Enver Maloku, kreu i LDK-s Isa Mustafa bashkë me antarë të kryesisë bën homazhe tek lapidari i tij. Mustafa tha me këtë rast se do të kërkojë që gjykata speciale të hetojë edhe vrasjet e zyrtarëve të LDK-s. Në 17 vjetorin e vrasjes së Enver Malokut, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe antarë të tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës bën homazhe pranë lapidarit të tij në Prishtinë. Kryeministri Mustafa, njëherësh kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se Enver Maloku ishte njeri që punoi shumë për pavarësinë e Kosovës. Jemi këtu së bashku me bashkëpunëtorët e tij, me familjarët, në mënyrë që edhe sot pas ka shumë viteve të shprehim hidhërimin tonë për atë çfarë ka ndodhur, të shprehim po ashtu për kushtimin tonë që gjithsesi të zbardhen këto vrasje dhe gjithë ata që i kanë përdorur para ligjit dhe të përgjigjen për veprat e tyre kriminale. Sa i përket hetimeve për vrasjen e Enver Malokut, kryeministri Mustafa tha se do të kërkojë që një gjykatë e veçantë të merret me vrasjet e veprimtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nëse do të ketë një gjykatë speciale e cila do të themelohet jashtë edhe në vend, atëherë domosdoshmërisht duhet që organet vendore të merren me këto çështje, të zbardhen gjitha këto ne do të punojmë edhe me Ministrinë e Drejtësisë, me prokurorinë, me gjyqësinë në mënyrë që të krijohet hapësirë që të hetohen gjitha këto raste. Vajza e veprimtarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Enver Maloku, deputetja Doruntin Maloku, tha se nëse gjykata speciale nuk vepron në këtë rast, nuk do të lëgur pa lëvizur deri në zbardhjen e rastit të vrasjes së babait të saj. Familja jonë dhe gjitha familje tjera të vrarëve politik në Kosovë presin që gjykata speciale t'i trajtoj rastet e vrasjeve politike, sepse unë mendoj që shoqëria kosovare asnjëherë nuk do të gjejë rehati pa i hequr barrën e vrasjeve politike. Por, mos të habite dikush dhe të mendoj se nëse gjykata speciale nuk i trajton këto raste, ne do të rreshtim së kërkuari drejtësinë. Më 11 janar 1999, pak metra prej banesës së tij në bregun e Diellit, në sytë e gruas dhe të fëmijëve, u vra veprimtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të ish-presidentit Rugova, Enver Maloku. Ai ndoroi jetë pak minuta më vonë në spitalin e Prishtinës. Braktisja e fëmijëve gjatë viteve të fundit ka shënuar rënje. Në klinikën ginekologjike gjatë vitit 2015 u regjistruan 13 raste të braktisjes së fëmijëve. Punëtorët social thonë se nënat të cilat më shumë braktisin fëmijët janë ato të moshës 18 dhe 19 vjeçare. Braktisja e fëmijëve nga prindrit biologjik është dukuri e cila vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë. Nushe Logjaj, punëtore sociale në klinikën e ginekologjisë, e cila bën pranimin e fëmijëve të braktisur, thot se gjatë vitit 2015 në këtë klinik janë braktisur 13 fëmijë. Në rast të rrallë kemi që janë edhe në mosha shumë të reja, 15-16, po kryesisht janë 18, 19, 20. Zakonisht nënat posat lindin me njerë ja u venë në krah fëmijët. Do thot me një fëmija e aromen e nënës. Edhe i pyesin, a din pedon fëmina po jo. Kemi shumë të në raste që nuk dojnë as me pa, se ajo qatë shtepër është ngarkuar që s'don as me pa si krijesë njerëzore. Kemi pas një rast që ka qenë mbi moshën 30 vjeçare, e cila ka ardhur një kohë, marrëveshje normal gjithherë me qendër për punë sociale me shkresë, ja kemi mundësu me pa, ajo vazhdimisht vike 2 herë në javë ka ura mëndon e gjys, atëherë kur bëhet pastrimi i fëmijëve dhe ushqehen. Mas 3 muajve ka shpreh gatishmërinë dhe ka marrë. Pas qëndrimit 28 ditor në klinikën e neonatologjisë, fëmijët dërgohen në qendrën për punë dhe mirëqenie sociale. Febi Mujku, drejtori i qendrës për punë dhe mirëqenie sociale, thot se numri i fëmijëve të braktisur gjatë viteve të fundit ka shënuar rënje. Në komunën e Prishtinës gjatë këtij viti kemi pasur 5 raste të fëmijëve të braktisur, që krahasuar me vitet e mëparshme është një numër jashtëzakonisht më i vogël. Pra, secilin vet kemi pasur ndoshta edhe numër 2 shifror të fëmijëve të braktisur, mirë po këtë vet fatmirësisht kemi pasur një numër vetëm për 5 fëmijë të braktisur.
Këta fëmijë ne i marrëm, tash i vendosëm qoftë në fshatrat e Kosovës apo në familje strehuse. Qëllimi primar apo shërbimi primar me të cilën ne punojmë është bashkimi familjar, pra kthimi te familja, te prindit i cili ka braktisë fëmijën edhe të bëjmë bashkim familjar. Mund të them se gjatë vitit 2014-15 kemi pas diku afër 5 raste kur kemi arritë që të bëjmë bashkim familjar me nanën biologjike. Ndërsa Ariana Shala, udhëheqëse e kujdesit alternativ në SOS fshatin e fëmijëve, thotë se fëmijët e braktisur pranohen në këtë institucion pas shqyrtimit të kërkesave të qendrës për punë dhe mirëqenie sociale dhe në bazë të mundësive të pranimit. Aktualisht në SOS fshatin e fëmijëve, domethënë në qendrën afat shkurt i kemi 11 fëmijë, të cilët janë fëmijë të strehuar për një periudhë kohore të shkurtër. Kemi një SOS-nan, e cila përkujdeset 24 orë për ata fëmijë. Domethënë është një figurë kryesore, figurë kyçe me të cilin fëmiu krijon raporte, domethënë zhvillohet, e cila nani ndihmon, SOS-nan e cila i ndihmon në zhvillimin e potencialeve të tij. Kemi edhe edukatorët kujdestarët, të cilat i ndihmojnë kohë pas kohe, domethënë SOS-nanës. Sipas sociologëve, shkaktarët kryesor të braktisjes së fëmijëve konsiderohen gjendja e rënduar ekonomike dhe shtatzanit e padëshiruara. Flasim tani për një problem tjetër në infrastrukturë. Objekti i ri i brigadës së zjarfikësve në Prishtinë, i cili ka kushtuar mbi 1 milion euro, është dëmtuar shumë, sidomos pas rreshjeve të fundit. Komuna e Prishtinës ka ndarë mbi 60.000 euro për sanimin e kësaj gjendjeje. Nga gjendja aktuale mund të thuhet se është një objekt i braktisur e jo një ndërtese një prej shërbimeve publike në kryeqytet. Është hapur vetëm që 2 vite, mi po qysh në ditën e parë ka filluar të pikoj. Është ky objekti i zjarfiksave këtu në qendër të Prishtinës. Ndërtimi i këtij objekti u financua nga Komuna e Prishtinës dhe ka kushtuar mbi 1 milion euro. Komandanti i zjarfiksëve në Prishtinë, Latif Zeka, thotë se në disa pjesë ka intervenuar menjëherë vetë brigada e zjarfiksëve. Në shfaq qysh kur kemi arna, kur kemi hi këtu, domethënë ke pas ndërtimi jo adekuat, domethënë pik 2 objektet që jemi, edhe kjo ku jemi na, edhe ajo përballë është pika nuk u bë izolimi si duhet. Kompania e cila ka krye këtë punë, bedin ndërton, është e penalizume, dikun 74.000 euro ju kanë ndalu, dhe nuk i ka krye punë që shdojtë. Domethënë kemi pas të lashe non-stop day me sot. Zeka thotë se pas shumë kërkesave pushteti komunal i Prishtinës ka premtuar se këtë vit do të ndërmarrë masa në sanimin e dëmeve në këtë objekt. Në shumë të konsiderueshme të mjetëve për sanimin e këtyne mangësive që i kalon kompania Bedi Ndërtan. I nda dikun 64.000 euro, i cili u lidhë dhe kontrata me punë kryusin ose operatorin, i cili do t'ja fillon qysh në përmirësim të kohës. Sipas Zekës, gjatë rreshurave të fundit të shiut, u dëmtua dhe më shumë ky objekt. Zjarfikësit presin që pas intervenimit të komunës të përmirësohet gjendja. Komuna e Gjakovës ka nisur aksionin për rënimin e objekteve pa leje. Pas këtij vendimi të komunës, disa pronarë të lokaleve pa leje po i rënojnë vetë ato. Kryetaria Mimoza Kusari Lila poi se ky aksion do të vazhdojë derisa të largohen të gjitha objektet pa leje. Komuna e Gjakovës së fundmi ka filluar rënimin e objekteve pa leje. Pas këtij vendimi të autoriteteve lokale të Gjakovës, Artil Kameri vendosi që vetë të rënoj hapësirat e biznesit të tij, përkatësisht lokalit ushqimor, në të cilën përveç 5 familjarëve punonin edhe 10 punëtorë të tjerë. Vullnetarisht jam të hek, por as inspektorët më thanë që deri në ora 3:30 se kia afatin, ose për ndryshe duhet me me bager, e me bager ndodhin pasoja pak më të mëdha se ka vlerë këtu uji. Kjo do më thonë nuk heket për 2-3 orë, 5 orë, kjo duhet 2-3 ditë më hek. Kameri ka vërejtje edhe për sjelljen e inspektorëve në lokalin e tij. Unë e heki, nuk kam kurrë kundër inspektorëve, si kum thon kurrë, unë e heki. Nuk e kam zopu vendin, nuk jam uzupator. Edhe pse jam dal jashtë, ama trotuari është 20 metra larg lokalit,
nuk më thonë që kjo vend jam. Kryetarja e komunës Mimoza Kusari Lila thot se pronari Artil Kameri sikurse edhe disa biznese të tjera janë paralajmëruar vazhdimisht që prej një viti, por nuk e kanë përfillur vendimin e organeve komunale. Kem, do më thënë, edhe biznese tjera cilat arsyetojnë ose mund thonë, sepse ne nuk kemi mundësi të shfrytëzimit të hapësirës publike, ku edhe ne do t'i punësonim edhe kaq numër punëtorëve. Do më thënë, si argument ligjor nuk qëndron. Argument ligjor është argumenti i cili tregon se ose ekziston leje për shfrytëzim të pronës ose nuk ekziston leje apo është duke u bërë shfrytëzim i paligjshëm i pronës publike. Kusari Lila pohoi se aksioni për rënimin e objekteve pa leje do të vazhdojë edhe në ditët novemb, në mënyrë që përfundimisht të largohen të gjitha objektet pa leje ndërtimi në Gjakov. Informacionet nga kultura i sjell kolegu Lorek Bakia. Përshëndetje Lorek. Mirëmbrëma. Çfarë veçohet sot nga zhvillimet në kulturë? Sa informacionet që do doja të nisi së pari me një lajm i cili vije nga Unioni i Shkrimtarëve dhe i Kritikëve Shqiptar, të cilët do të organizohet një akademi solemne, e cila do të mbahet më 21 janar dhe do të kandidojnë për çmimin Nobel 2016 Adem Demaçin dhe Recep Çosjen. Kandidimi do të bëhet në 2 fusha të ndara. Adem Demaçi do të kandidohet për çmimin Nobel për paqe, kurse Recep Çosja për çmimin Nobel për letërsi. Kështu ka njoftuar organizatori i kësaj akademie, Reshat Sahitaj. Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe Sportit përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se ka vendosur që të inicojë procedurat për ndërtimin e teatrit të operës dhe të baletit Dr. Ibrahim Rugova. Objekti i këtij institucioni do të ndërtohet në lokacionin në të cilin ka qenë parapar të ndërtojë edhe më parë, pra pranë Fakultetit Teknik të Universitetit të Prishtinës. Ministria ka parapar që të niste procedura qysh në vitin e kaluar pas dakordimit me komunën e Prishtinës që kjo e fundit të ndante një lokacion të ri konkretisht përballë teatrit kombëtar, projekt i cili që parapar të ndërtohej së bashku me komunën e Prishtinës. Sipas komunikatës, MKRS-ja nuk ka marrë përgjigje për kërkesën e saj që komuna e Prishtinës t'i kryente procedurat që bien në përgjithësinë e saj. Rrjedhimisht, Ministria e Kulturës ka vendosur që të iniciojë procedurat për ndërtimin e këtij objekti të jetë rëndësishëm për kulturën e Kosovës në lokacionin e mëparshëm, thuhet në komunikat. MKRS-ja ka parapar që si vjet të investoj 450.000 euro, të cilat do të përdoren për studimin e fizibilitetit dhe hartimin e këtij projekti. Ndërkëtë sot në Gjilan ka filluar edicioni 25 i festivalit Flaka e Janarit. Festivali edhe këtë herë është me program të pasur kulturor, e që këtë vit është pasuruar edhe me festivalin e filmit të shkurtër. Si i tillë, Flaka e Janarit konsiderohet si një simbolikë e rëndësishme për kujtimin dhe nderimin e dëshmorëve të kombit. Me homazhet e varrezat e dëshmorëve e më pas edhe te lapidari i dëshmorëve Recep Malaj e Nuhi Berisha, filloi edicioni 25 i festivalit Flaka e Janarit në Gjilan. Përveç aktiviteteve të zakonshme si festivali i dramës shqipe Talia e Flakës, festivali i fotografisë Fotoflaka, koncerti i ansambleve folklorike Folk Flaka, Ora e madhe letrare Pena e Flakës, organizatorët këtë vit kanë përfshirë edhe filmin në kuadër të programit të Flakës së Janarit. Nënkryetari i komunës së Gjilanit, Recep Kadriu, tha se risit që sjellin çdo vit në kuadër të festivalit kanë për qëllim rritjen e këtij manifestimi. Spari duhemi t'i falenderojmë gjithë ata njerëz që për 25 vite e kanë zhvilluar Flakën e Janarit, sidomos para luftës së fundit, sepse ka qenë gjatë kohës së okupimit ka qenë e vështirë të mbahet Flaka e Janarit, mirë po këta njerëz me punën e tyre ja kanë arritur që këtë Flakë të Janarit ta zhvillojnë. Ne po mundohemi që çdo vit, edhe këtë vit të bëjmë ndryshime, dhe vitin e ardhshëm e tutje të sjellim diçka më të re, diçka më të mirë që të jetë festival kombëtar i cili do të bëhet në Gjilan. Të pranishëm në hapje të festivalit ishin edhe familjet e dëshmorëve të cilëve edhe ju dedikohet ky festival. Me që rast vajza e dëshmorit Recep Malaj, fitoria, uroi realizimin e amanetit të gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës. Ne si familje jemi të nderuar që edhe pas 32 vitesh populli nuk i harron bitë e tij dhe çdo përvjetor vinë nderojnë edhe në familje, por edhe tek varrezat. Kjo do të thotë shumë. Urojmë që edhe në ditët në vazhdim, ditët e ardhshme
që ky popull, sidomos elita politike në këtë vend të reflektoj dhe amaneti i tyre të përmbushët. Ky manifestim kulturor, i cili tashmë tradicionalisht organizohet në Gjilan, për veprimtarin Ahmet Isufi është një simbolik e rëndësishme jo vetëm për Gjilanin, por për të gjithë Kosovën. I kujtojnë me pietet të lartë figurën e Recep Malës dhe të Nuhi Berishës, dy herojve të kombit, të cilët në vitin 1984 ranë heroikisht, duke qenë të vetëdijshëm se e kanë përpara një kauzë të lirisë që simbolizon edhe daljen e ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila e fitoi lirinë. Në ditën e parë të këtij edicioni, si tradicionalisht, u bë ndezja e flakadanit. Këtu kemi ardhur në fund të magazinës informative 21 Live News. Mirëmbëngjes.